marrë në një formë frikshme. Flori si. Jo, çuna, çfarë të bëmë valla? Të lujt me top. Shive që mos e po shifsa këtë Forbinën. Po kandidon për kryetar bashkie. Sa mirë. Pse s'kandidojmë ne, bëjmë parti tonën. Ne. Më ne të tre valla, o me 3 o me 8. Sa na lidh ne për të kandiduar për kryetar bashkie. Po dhe ky artist ka qenë në Florë, ne artista të tre. Gjim kandidatët. Mojtë mlidh në. Hajde ta hiqem në ato të boksit se sa merr njerëz seriozisht. Tash ne pam videon e Florit. Puna të bëhen edhe ne si Flori kandidat. Po si do ndajmë detyra të burr? Po na duhet i kandidati herë. Do nda kandidati, do nda marketing. Tham, Për shembull unë unë çifta tek. Çifta tek. Apo jo. tek atë çift është ajo. Ora unë mendoj të çonat marrin një letër se një politikan i mirë shkruan, nuk rrin të fal, edhe i ndajmë aty. Po do të jesh mirë edhe me gestikulacion. Pa gjithçka, hajde çona. Hajde. Atëherë çuna mendoj 3 përpara, 2 në mbrojtje, 1 portier. Jemi okay? Unë do baj golin. Po jo më është sport tjetër, më çfarë bën? Rrini çik serioz më përcena për popullin Ndaj tonë. detyrat. Unë mendoj që Flori ja më mirë për kandidat se është më i komunikueshëm, më Faleminderit çuna, faleminderit. ka dhe zonin komentator. Do të çoj pensione 200%. Që unë besova deri. Çfarë do bësh ti? Unë ti je më i marketing, ai personi që më na duhet, na duhet. Ai si do trokish. Bravo, Patronazhisti, patronazhisti. Bravo. Unë do jem reporter. Po, ti Po dhe ti ke pushtuar. Valla, Ke pushtuar. ndërlidhja me qytetarët. Vërtet. Si t'ja them emrin, si t'ja them emrin partisë? Diçka që buron nga shpirti, buron nga zemra. Po do të kemi kontroll. 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 Edhe shteti Kontroll pushteti. ndërkombëtar. KNP. KNP, super. Kontrolli ndërkombëtar i pushtetit, po. KNP. Kemi? Bravo. Se ngatrova dhe partimi, se mund të Mirë, ka problem. Ikim çuna, fillon inshallah direkt. Hajde, ikim. Çuna, si fillim na duhet banderola. Banderol se nuk është se është mirëqenia politikës, thjesht kisha bë gati planin. Hajde. Po më është shumë e madhe, mund ta flet pa luftë më. A vazhdo gjë. Gjast ti bëhet ose duhet me shpëndat si qytetarët gjithë, ti bëj ato në bëj këtë të madhe. Ky muhabet mirë thot populli, KNP tash 30 vjet. Kjo është P-ja që simbolizon, gjithë e dim se çfarë simbolizon P-ja, pushtetin. A kena bë koalicion me një parti tjetër? Me partinë VL, që është partia e vërteta e lirë. Voto KNP. Voto KNP. Voto KNP. KNP. Çuna fillojmë fushatën, u thëmë fillojmë nga zemra e kryeqytetit nga Ashtirja. Aty, ku ta vazhdojmë edhe një herë? Vazhdojmë, shohim pak rrugë çka kemi. Okej. Duke marrë parasysh se na duhet edhe mendimi i popullit, ne do marrim në pyetje qytetarët për reforma që ti do vesh zoti kryetar bashkie. Me partinë KNP Do të fillojmë nga ata që kanë shqetësime, halle. Ku janë zotërinj që kanë halle? kryetari i bashkisë. Një minutë. Kryetari i bashkisë sapo mbolli. Prit. Ka lopat, ka një lopat. Merr, ha. Po sigurisht që po mbjellum këtë. O vlla mos mbjell, po hiç metorina të lutem. Po me duria, ide Shikoni metorina se lopat do Kryetari i kemi. bashkisë. Ka mirë, ka mirë. E ke, bukur. Prit. Ba siguri je shqetësuar, ba siguri je shqetësuar. Çfarë do ndryshoj ky kryetar bashkie për 4 vite të ardhshme zotëri? Do ndryshoj gjithçka, për emrin s'do ta ndryshoj kurrë. KNP për jetë. Prit bëj sigurami fshjetsu, se kanë hedhë me duria, dalë kështu. Vaj dilsi i mërzitur. Ne jemi nga partia më e re në Tiranë, partia KNP quhet partia. Hap. Unë zgjedh KNP. Unë kam disa pyetje shumë të thjeshta për ju. Çfarë doni? Nga fillimi. Po. Nga fillimi. Çfarë Voto bëj? KNP. Shiko, edhe herë tjetër. Çfarë doni të ndryshojnë në 4 vite të ardhshme partia jonë KNP kontrollin në pushtet? Po pi kafe me këta. Ba siguri je Sigur shqetësuar. bëj paguaj Apo kafe, doni sigur më paguaj ndryshojnë kafe. asnjë lloj Jep gjëre sa fare. lek. Nuk duhen ndryshojnë asnjë. Trafiku? Trafiku çfarë më Për bën në trafikun, rrugën? ne kemi mendu programin ton, do bëjmë linjë tramvaj. Linjë tramvaj në Tiranë. Fillon stacioni, ku e ke shtëpinë ti? Këtu. Linja parë këtu. Mund të shtëpia jote, linja fundit Milano. Me ndalesa ku du shti. Milano, vetëm me nojë. Vetëm me nojë do të shohësh Milano. Ka foto. Super. Tani Imagjino ta shohësh Milano, të shohësh Duomën. Ke lek me vetë. Qytetarët zgjodhen KNP. Ta 30 vjet KNP, ky popull KNP. Ku i keni lek? Zotëri. Po shoka, ke 5000 lekë fal. Mos e gjro pak. Ke 5000 lekë. Je pak. Okej. Ma na bëlla mos i fiki pak. Moment që ti qetaj zënë siguria 10. Pa merakë burr. Voto. E dua Shqipërinë si Po gjithë. 20000 lekë prit. Vetë që paguaj kafet, prit.
Çuna e keni nga unë kafe, e keni nga unë kafe, nuk ka problem, mbajeni dhe kusurë, nuk ka problem, ha? E keni për me. Për ulju çuna, për ulju Shumë çuna. faleminderit, ta pull dorë. KNP, njëherë do na votoni, gjithë jetën s'do na harroni. KNP. Vija dhe bardha nuk do jenë me vija të bardha. Çfarë ngjyre? Vija me nuk e di, me ngjyrë neon. Ndje. Me ngjyrë neoni, duhet me. Bëj si boli vija të bardha, s'ka boli vija të bardha. Një foto këtu. Aty ly vija dhe bardha, ly. Bravo Flori, bravo, kryetari bashkisë që duam. Po, për çau. Zotëria ka problem trotuarët. Trotuarët janë të lira. Trotuaret, ne kemi menduar një plan shumë qartë për trotuaret. Me që trotuaret janë zona, ne do ndërtojmë katën e dytë me trotuaret. Do jetë një kat si për këtij trotuarit, një kat më lart do kalon njerëzit lart. Kat dytë. Flori, venja dorë. Kati dytë. Flori, venja dorë, vaj, venja dorë. Kryetari i bashkisë mendon për ju. Portokalli më bendi. Jo, kjo është premtimur. Po çe larmi ballat zoti. Jo, jemi këtu tani trotuar. Skelat, trotuari prap lart ka dytë. Po me ka shumë rregull. Faleminderit për votën. Do më japi votën. Zakena votën. E vjen ti gur. Di moja tetën, moja qesë tetës, moja. Maja që e Je lodhur nëna. Je lodhur me video. Je lodhur nëna, ti mbaj unë. Ti mbaj ti çfarë të bëjmë sot rrugë bashkë. Voto KNP. E xhaxhe morë, e? Sa vota do na sjellë? Sa vota do na japë? 2 vota. Prit edhe thesin e miellit, Kryetari i prit. bashkisë është nga partia Ti mbaj se del më bukur. Atëherë. Kontrolli KNP numri 4 ose numri 1. Këtë duam kontrollin në pushtet, jo të kontrollohen gjithë pushtetarët. Pse doktor? Gjithmonë. Pse do? Se pushtetarët çfarë po bëjnë? Korrupsion po bëjnë. E vërtet, prandaj ne kemi Kontrolli do i kontrolloj. Zotëri përshëndetje. Sot ne jemi mbledhur për partinë KNP. Çfarë mendimi keni për 4 vite të ardhshme? Mbajnë dorë, 4 vite të mbajnë, ardhshme mbajnë. me partinë tonë. Çfarë do të ndryshoj? Venja dorë. Në partinë tuaj. Po çfarë jashtë? Unë kam shumë besim. Flori është kandidat për Po Flori është kandidat. Kam shumë besim te Flori se është një djalë shumë pozitiv me sa e kemi parë me videot vazhdim. Po ne kemi parë që edhe Flori nga njerëz dhe fade është në fut në burg. Flori Mamajesin është zhdukur. Dhe Flori Bina nga artist është kandidati tjetër. Por ne kemi një Flori ndryshe. Çfarë mendon se do ndryshoj apo mos ndryshoj as do Se gjë? ky djalë kam besim, do ndryshoj shumë gjëra në Tiranë. Ky ja vlen për Tiranë. Turma e çmendur. Se ne kaq të entuziazmuar për këtë parti të re. Se po shikojmë ëndalen. Po shikojmë ëndalen. Po tjetër, çfarë mendimi keni për këtë parti që po dura Turqisë apo KNP. do fitoni? KNP. Ai fiton grosh. KNP. KNP. Do fitosh. Moje bluzën, vishë bluzën. A keni qef Flori për kandidat? Vish. Çfarë do të thon për ju partia KNP? E di. Për ti çfarë do të thon partia KNP? Kontrollin pushtet, kontrollin. Kontrollin pushtet. Po tjetër. Që do fitoj? Do t'i thoni mamit e babit votoj Florin. Po, me për ti të fort, do i thoni mamit e babit. Do i thoni. Bravo. KNP. 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 E dua, Shqiprin, si gjithë. Atëherë jemi këtu. Si gjithë. Turma është e paparë. Protesta do vazhdojnë që ne ta ndryshojmë Shqipërinë, Europa, me turmën, me rinin, që rinia nuk do iki, ne do jemi gjithmonë këtu me ju. Çfarë do dohet të ndryshoje për 4 vite të ardhshme me Florin kryetar bashkie? Që do ndryshonim, do më thënë t'ja lënë rinis, si që një juve, do më thënë, edhe të vazhdojmë Rishin i gjithë se kena, na vje shefin atje. rinia. Ti më thuaj vetëm halli shqetësimit më madh që ti dhe unë do ta them programin jonë çfarë po bën. Halli me madhë, për vajzën, do më thënë për rinin, për vajzën që kam tani të vogël, që të ndjek me rregulla. Ne kemi parashikuar rregulla për rinin dhe për rinin do bëjmë rinin dhe ata që kanë ikur jashtë të kthehen këtu. Po si do e bëjmë në këtë gjë do të Votoni KNP. Ne kemi menduar që në Tiranë të hapim më shumë lokale. Hajde ikim te lokale për rinin. Që dalë ose kanë më dalë rinin. Që lokale për rinin? Po çfarë ku do shkojë rinia tjetër? Në park. Në park. Në park. Park nuk ka ngel më vend për park. Në një lokal dhe hapim ka 40, po parku ku do të çojmë? Jo, në park po, se parkun edhe është... Votoj teta KNP. Çfarë mendimi keni për pensionet teta? Për pensionet, a janë shumë të ulta. Mos i marrim ilaçet. Inshallah, mbase ju rrisni juve që dini. Ne kemi menduar Mendoni si për prindrit tuaj, domethënë, si për familjen tuaj. jo vetëm pensionet që janë të ulta, por ne do t'i bëjmë pensionet 600.000 lekë pensionet, madje do japim dhurata çdo vit iPhone, makina me kështu e përgjithësi. Pra me pensionin e ri do blini një kondicioner apo do blini një reflektor si ç'blen. Inshallah, edhe realizofshin të gjitha ato që po
votoni juve. Tani shpesojmë tani. Kjo është e gjitha vetëm voto partin tonë edhe çdo gjë do bëhet realitet. Dhe ne tani kemi fituar besimin e popullit. Fituar besimin e popullit, sepse populli na beson, populli është aty me ne, populli do ngrejë dorë, do na votojnë neve gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit juve. Partia më e fortë. Votoni KNP. A do dilni në programin jon. Hajde. Do votoni KNP çuna. Me Florin kryetar bashkie nuk do të vrasësh më dorën, sepse ne kemi partinë më 3 KNP. Çfarë doni që ndryshoj partia? Po. Jo. Kontrolli i pushtetit. Kontrolli i pushtetit. Është parti tjetër ajo. Po ngatron. Pra, çfarë doni të ndryshoj për 4 vite? Për 4 vite, kryetari duhet legalizohet bari, por legalizohet për mirë, për medicinë, a kupto, për ilaç. Nëse si jeni militant, nëse si jeni militant parti, mos rrini me mua. Një rrok shtesë vetëm për qef. Rrok shtesë për qef, për qef, po. Kryetari jon i bashkisë, Flori, ka ardhur sot për të ndryshuar jetën e shqiptarëve, për të ndryshuar popullin tonë që mos ikë më jashtë vendit. Flori, çfarë mendimi ke për njerëzillikun në Shqipëri? Faleminderit çuna që jeni mbledhur këtu Duart Rokitjet, ku janë Duart Rokitjet? Faleminderit çuna. Flori, thuhet që ti do rrisësh pensionin, do ishësh trafikun, a janë të vërteta gjithë këto? Se kam edhe, a keni ujë të bëj sikur po dalin lot. Se nuk çaj dot, më jet pak. Dil sikur je. Dil, venja dorën, kape dorën. Prit. Me skuqaq. Çuna kam shumë emocione, është me vërtet hera ime parë që kandidoj. Kape djalin. Kam shumë emocione kur shikoj këta që mblidhen për të votuar. Kape djalin, Flori djalin. Çfarë bëj se ndoshta në jetë gjërat janë shkruar që ndonjëherë kur të kandidosh do të votojnë ty dhe njeriu e mirë duan të gjithë, kam çfarë them më shumë. Bravo Flori, Faleminderit. Çfarë do të di rinia? Çfarë do të di rinia, a do ketë, sepse këta janë me taga futbolli, a do të ketë fusha futbolli Flori me bem? Ne do ndërtojmë fusha futbolli, po me që nuk kam më vend në për rrugë, ndërtojmë në për katët e 30 e lartë. Futbolli me pemë. Hajde gjithë çuna. Çfarë do të ndryshoj Flori? Ku ama gjithë shteti shumit do t'ju hedhi votën. Po na hedhi votën. Po nuk bëhet. Jo. Merre, i qese miell. A bler shqiptari me vota. Tani, me shokun tim, Miell. tu prezantoj pak programin tim dhe më jam kryetar, se vari lefsh edhe kryetari këtu është këtu me ne. Tani, ç'a halli keni, ç'a shqetësimi se ja u zgjidhun direkt. Nuk ka shqetëson asnjë gjë. Do të kishte hall. Venja dorën te zemra, venja dorën te zemra. Zemra ime atë. Flori, venja te zemra. Ku di këtej? Unë do të bëj gjithçka për ty, unë do bëj gjithçka për ty. Unë bëj gjithçka për ty. Ku ta ke qytetari jam ne? Zemra po tre fort, keni probleme shëndetit? Kam problem vlla se jepi dorë se tu. Kjas fish zjarre kësoj. Nuk e di, kam problem. Ne kemi shëndetësim falas, kemi programin tonë shëndetësim falas. Jo vetëm që do jetë pa lek, por do vinë infermierët të shtëpia. Edhe mirë falas. Do shkosh në spital. Do kesh DJ dhe trajtimi, edhe DJ, edhe open bar të marrë çfarë dush. Ky është trajtimi jon. Super fare. Edhe falas gjithë këto, falas. Klasin fish zjarre. Votën e keni direkt nga mua. Shumë faleminderit. Ja ishte një fushat e mirë menduar nga ana jon. Gjasto, hiqe pak rolin e gazetarit dhe bëu Justini që jetë e vila. Okay. Po jo i gjaketa, por i që roli thash. Shife, nuk po na ecën aq mirë, nuk mendoj që dojmë mundi kandidatë të tjerë me kaq pak fushat, na duhet pak më shumë, çfarë do bëjmë? E gjeta. Do shkojmë te emisioni Skandale, du t'influencë njerëzit. Vetëm media mund ta bëj këtë gjë. Dhe un kam një ikun tim, Desantil Merën, që do të na ndihmojë. Ua, si të vajti mendja. Do ikim te Skandale. Na duhet një emision, na duhet. Do bëjmë pak buaj, do bëjmë deklarata. Aty do t'i thësh shpërndime. Do i them gjithë. Okej. Çka bëj? Alo? Po? Desantilio Iho de Mera? Çimi jam. Atëhere, ne do të vim tani me kandidatin ton, Flori Thëmazh, që të kene influencën e medjave. Jeni gati ju? Po ne gati jemi, po çfarë partie përfaqësoni ju? Jeni dakord ju që të merri përfaqësuesin ton, të përfaqësuesin e partisë KNP? KNP? Si jete? E njefti? Si njoh? Po ne gati jemi, pa merat. Sa lek domër, sa lek dun. Sa lek doni? Sa lek dun? A, këto muhabete nuk i bëjmë dot në telefon, e kur takojmë përballë. Ç'a tham? Na i thes mielli, doni? Ç'a vllaja? Thon thes mielli. Po ne bëm buk gati, okay? A ju le ke seriozisht? Thes mielli? Për kaq? Thes mielli? Na nisni pyetjet dhe në orën 8 do jemi aty. Hajde. Okej, jemi gati? Përjet me ty KNP. Okej.
Ju presim. Po jemi gati. Aman, KNP jami. Kundra pushtetit. Jam mirë, treguam. Që i përgatitëm pyetjet. Ja, po tyre. Erdhe, ja. Si e, s'kemi kandidati Flori. Kuptoj. Qa bojë? Se kjo është gocë, një. Mirë. Kape, vjen një dorë. Faleminderit që votove mua, faleminderit që votove. Basi mërzitur. Faleminderit. Ti kush je? Menaxher. Shtoa. Jepja dorë, një dorë. Ja thash. Veni kështu mes, Po, bëj foto. Bëj foto. Kape. Si e keni simbolin? Kape, simbol. Simboli është, bëj kishti këtu edhe kështu. Edhe simboli tjetër, Hajde. Ashtu, bravo. Jam mirë. Super, pastroj pak. Unë da bëj kështu. Një sekond, mëse... Një sekond, bani pisë. A kemi fillu? Është dhe pastroja. Pastroja dhe këtime. A kemi fillu për Po gjë? më pse s'm pastrova, po nga sham fem. Ha se pastrosh vetë. Hajde, s'kam kohë, pres qytetarët. Atëherë më falni t'ju pyes për çfarë qëndron KNP? Kush na KNP ka një vizion të qartë për ta ditur ku po shkojmë dhe ku po e çojmë këtë parti. KNP kontrollin pushtetin, ne do të kontrollojmë pushtetin. Me pak fjalë ne duam kontrollojmë pushtetin, prandaj KNP është kontrolli i pushtetit. A më falni se unë ngatrova një parti tjetër. Me cilën? Aha, pyetja Nuk është normale, nuk është normale tani. Nuk është normale. Nuk është normale që në emision live bëhen këto diskutime edhe të jemi në kemi foto edhe me këtë foto këtu. E ke bezdi pak? Po. Ke bezdi? Bëj foto, ky është. E ke bezdi pak? E kam e çik. Okej, super. Bëj po tregon një hall, po tregon një hall. Mos. Jam me ty ti qytetari i preferuar. Me dorë. Je. As më ndon gjithë. Hajde, Pusë dorën, e kemi Varja pusë. këtij po e Ata bëjmë detaj pusë. Jo, Të lutem, mund ta vazhdojmë Ama intervistën? qytetari po. këtë dora këtij gjithë po ec. Okej. Sa të sjellshëm. Ju thatë që një mjek do vi tek secili në përshpiku ka nevojë për shërbime mjekësore. Çfarë do japi mjeku tjetër përveç shërbimeve mjekësore? Mjeku mund të ofrojë shërbimet e tij të kualifikuara nëpërmjet ChatGPT-je dhe prandaj ne themi që mjeku do jetë për çdo shtëpi ku janë shqiptarë do kenë një mjek me vete, është një plan i qartë që kemi menduar dhe do kë. Çfarë bëjmë synet njerëzit? Synet që do të bëhen pa lek nga kompania, nga partia jonë, se thash kompania, se nga ngatrojmë në herë kështu. Po unë që am bër. O, po qan, mbasi, atu qa. Po qan? Fshilot. E ke? Po qan. Kala pak, Pritë nuk qava mirë. Kala pak. A qytetar, çdo qytetar vlerësohet. Si më thitur. Çdo qytetar vlerësohet. Ke kalat e ky, kalat ashtë ky? Po ky ler varja këtij ta bër pa ec. Varja më duhen gocët e foto postimet. Tërheq gocët, tërheq. Atëherë ka sa gjëra që programi joni përfshin. Hape mirë. Ka sa gjëra që programi joni përfshin dhe ku menaxheri që është i dedikuar merret me këto programe dhe ne kemi rivendosje të atyre që nuk ka kanë bërë mirë dhe aq më tepër do kemi edhe programe të reja për ata që duan të shtojnë. Prandaj unë e kam marrë metrin me vete për të treguar që ne do arrisim qytetarëve shqiptar pensionet dhe çdo gjë është e matshme. Jeti një nga ato që ke bërë këto shërbime me shtimin e tjerë? Shiko, kur ne të marrim kontrollin e pushtetit, atëherë ne do të kemi edhe mundësi që t'i vëmë nëpër spitale shqiptare mundësinë e këtyre operacioneve të vështira, duhet thënë, po edhe vështirë, operacioni i vështirë. Operacion shumë i vështirë. Bëj foto, operacion shumë i vështirë. Mjekësia falas. Okej. Po për autobuzat, kur thoni që do ketë secili person një autobuz, DJ. çfarë do ndodhi me shoferin? E ke? E kemi Po, vazhdo. atëherë, me autobuzat, ata që ngelin, shqiptarët kanë ca probleme. Duhet të ulen gjithë të vendi parë. Ne do bëjmë autobuza horizontal, që ka vetëm vendet para dhe të ulen gjithë të vendi parë, ata që kanë probleme për të ulë vend parë. Aq më tepër do kemi edhe një moto, një njeri, një autobuz, pra të gjithë do jenë vetëm me një. Do ketë DJ, do ketë edhe shërbime masazhit të fundi i autobuzit, prandaj gjithë do kalojnë një kohë të këndshme aty mendoj. Për të gjithë këto investime, sa lek ke vjedhur? Kam vjedhur lek? Ne nuk vjedhim, ka vjedhur konkurrentët tanë, apo jo? Konkurrentët tanë kanë vjedhur, ata kanë vjedhur shumë lek. Cilët? Partia VK, e vërteta, ta shaj direkt, e vërteta kombëtare ka vjedhur pra fund. Ka vjedhur xhepat e shqiptarëve, ka fut dorën xhep shqiptarëve, i ka vjedhur. E ke xhepi ta fut dorën xhep dhe të vjedh. Opa, bukur, kape këtu. Ishte moment viral. Ta shoh kamerën, ne kemi ndryshimin në Shqipëri dhe për këtë popull në Tiranë. KNP. Ka nevojë, nuk ka. Faleminderit.
Çka nëse ndodh ti bashki? Ishte shumë i qartë. Po, gjithmonë. Po, Problem. Problem pak. Oh? Pse? Sa po të kërë? Çdo 4 vite, thu. Çdo 4 vite, mundohem nga pak. Qartë. Çfarë ndodh pas 4 vitesh? E njëta Nuk gjë, mundohesh më. Do ndrojmë emrin, thu, do ndrojmë emrin. pas 4 viteve, Koalicion me KNP do bëj koalicion me partinë DNC. DNC. Po. Qartë, okej. Mendon ti që do të poshtësh konkurrentit të NDVK-s? Po, e kam mund me kohën atë. Kur? E kam mund... Se kam qenë tërës politikant. E kam mund me kohën atë. E kam mund për mua ai është njëri pa vlerë për Tiranën, pa vlerë për çdo njeri Pa tjetër. vlerë thuaj këtu, pa? Pa vlerë, është pa vlerë për Tiranën. Është pa vlerë për Tiranën. Nuk ka pik vlerë për Tiranën ai njeri. O prit, bëj histori sa. Okej. Hapi histori. Me dy qytetarët që thashë që do votojnë partinë tonë, partinë KNP, do hedhin votën familjarisht, prandaj votoni dhe ju, apo jo, votoni, thotë që do votojnë po. Votoni. E lere, Kim, vaj lëshë. Hidhe postoj. Hidhe. Kemi emision akoma? Jo. Jo. Të falenderojmë shumë. Ik Të falenderojmë luta. shumë dhe shpresojmë që ti me KNP-n na çosh neve në KNP. Shiko, unë ju bëj një premtim, kënë kemi, pën do ta gjejmë. Faleminderit. Faleminderit me zotin KNP dhe deri në episodin tjetër. Foto, Nga unë dhe Juli. Nga unë dhe Juli. Duj qytetar. Poçi. Okej, bota, na çat bythën bjerë flamë. Do flamurit gjithë ai. Ne jemi lekët. Çaj lekë do unë. Kujti, se preket ti kryeministri. Ora, atë vjen lekë, Sa çaj preket? Çdo më ti. Ti çao shoh. Se i bane pyetje të vështira, mo. Se i bane pyetje të vështira. Ma tash je pyetje. Çfarë thuar? E, kujti se ka fundon të vjedhur. Çka vjedhur? Ti ke vjen marr. Ai bak shumë pyetjesh, kryeministri. A, ti marr profitin e vetë? Ka pagu VK-ja ty. Ka pagu VK-ja. Arrestoj. Rosh për lekët, Unë s'kam. Ky qytetar po vute. Me partinë KNP gjeti zivi, hajde me ne. Gjeti zivi. Andale!